A mendon ti se ka ndonjë vendim politik që e ka vështirësu jetën e rinjive, jetën tonë? Vendimet politike, kryesisht ka prej atyre që janë kanë pak ma të themi ma problematike, si për shembull to reformat e reja që merren arsim edhe ndryshimet sistematike. Për shembull, kemi shumë raste ku nuk përshtaten ndoshta me kalibrin e nxënësave tonë, sepse unë kam parë shumë që nxënësat tonë janë të zhvilluar, mjaftueshëm edhe nevojitet gjithmonë me u zhvillu ma shumë, me pas një profesion më të mirë, një hapësirë më të mirë nxënësat, andaj këto ndryshimet apo reformat e reja ndoshta edhe nuk janë shumë adekuate, por gjithashtu është edhe ajo mungesa e punësimit të rinjve, do të thonë sa ju jepet hapësirë të rinjve, edhe nëse nuk kanë provojë, por të rejat apo provojat që i kanë për shembull në bazë të trajnimeve që i mbajnë, organizatave, sa mundën mi shpri ato në vendet punës. Nuk është hap gjithmonë mundësia për vendet e reja të punës për trend. Domethënë unë mendoj që këto janë disa nga problemet më të mëdha, apo për shembull kemi edhe problemet e transportit, që shumica e studentëve të cilët ndoshta janë studentë shumë të mirë, jetojnë në vende pak më larg, për shembull rurale, edhe kanë problem kryesisht transportin. Mendoj që ndoshta i shkon mirë mu merr më shumë politika e Ministrisë Arsimit me këto, me i shiku edhe me au kriju disa kushte më të mira, sepse aty ku është mundësia dhe mundet me pas një zhvillim më denj një student apo një nxënës. Mu po m'vjen